Dhe shikove se farë mënyrë precize ka. Ty të pyesin robët e mi për mua, unë jam afër. Si s'ka thoj, thuaj unë jam afër. S'ka nevojë. Unë jam afër. Dhe të padej Zoti unë te bareke wa taala. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. Unë i përgjigjem lutjes të lutësit kur ai më lutet. Në këtë meselë dhe zër, duhet ndalim me një meselë që ne kam përmend dietarët. Kanë thënë, çka nëse dikush lutet vazhdimisht dhe nuk gjen gjurmë të përgjigjes? I kujtohet kur e përmendëm rastin e ilaçeve, sa di ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ndonjëherë ato keq kuptohen fillim çfarë konteksti. Edhe ilaçet janë me kontekst, para buke, mas buke, me temperaturë, me temperaturë, pa temperaturë, kështu më radh. A ke vao zime ka. S'unë shka dush ti me pi, çka dush ti me konsumu. Ka rregulla. Njerëzimi, në kuptimin e përvojave i kanë nxjerrë ato. Edhe në fenë e Zotit xhelel xhelal edhe më përparsore. Shumë njerëz thotë lutet i Allahu xhelel xhelaluhu, pastaj disa njerëz luten dhe nuk shah përgjigje. Dietar kanë thënë, nëse nuk shah përgjigje, mundësitë e defekteve janë njëra prej këtyre që do t'i përmendim. Po pse nuk tu ka pranuar duaja deri tash? Dietar kanë nxjerrë disa prej përgjigjeve. Pastaj si cili e din vetën e vet. Ka mundësi dikush i ka këtë çdo pengesa, ka dikush i ka një pengesë. Largoja çat pengesë për përgjigjet Allahu te bareke ve teala. E para vezë, për fjalën që ka ardhur, kanë thënë se Zoti i Onjël Xhelaluhu, nëse dikush i lutet, nëse dikush i lutet dhe nuk gjen gjurmë të përgjigjes. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë ju ka përgjigj, po jo në surën çka ky e ka kërkuar. Kjo është njëra prej gjevapeve. Dhe kjo për ta ka hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë njëri e ka lutur Allahun, por X dhe Y me selën e vet, çka e di ai. Dhe lutet, nuk gjen gjevap. Nuk gjen gjevap. O nuk gjen përgjigje konkrete. Ku është defekti? Njëra prej defekteve, apo njëra nga përgjigjet është se Allahu ju ka përgjigjur në formë tjetër. Çka i bie në formë tjetër? Pra, në bazë të dijes Allahut nuk duhet ende kjo mu largu. Këtu do të më ne. Nësa du ka përgjigj tyje. Për shembull, di ka largu një grumbull të sprovave tjera. Apo, për shembull, merre kështu. Për me kuptu këtë kanë shumë rëndësi. Sepse njeriu këtu po nuk pat gjevap mundet edhe me kriju surat gabuar për Zotin e vet subhanahu wa taala. Për shembull, te keni bela dhe lut Zotin largo o Zot mahek. Ibn Qayyim ka një libër në këtë meselë. Dhe kjo mushkel, kjo problematike dhe zërë. Qëfar thot? Thot për shemë ti lutë Zotit tanë, o Zotë largo ma që këtë bela. Thot ti s'ki ide se ti me ta heket bela, ligja Allahut kërkon prapë mos provuti. Së mund është tu menet, ti kryon surë se si t'heket për kësoj belaje, tak këne gjeneti. Jo, ti dërsa jenë du një bela pas belaje. Allahu për rahmetit ta ti, qëfar banë? T'lem qatë bela dhe të zgjatë, dhe ti lutësh, i fiton dysh probleme. E para, e belajes, e dyta që belajat ka shtit e lutja. E pse nuk nxjerë komplet, se ka mundësi me nxjerë për i kësajtut me të qume një bela ma të rane se në banë. A e thëtë rriqë të. Apo, se pa bela së në t'lajna. Nuk s'kena kriju për pa bela, nuk kena kriju ti me nejtë. Që preferon dikush. Apo, nuk kena kriju ti. Shikoni, sprova është e laraman. Për dikana sprov, për shemu, me nejt dëmbel, për tacë. A i des, një stik. Se, sprova, ti nuk e di farazapi ka njët në zemrën e vetë. Apo, dikush e ka sprovën në pare, dikush e ka në fukarallëk, dikush është i sprovu me smuje, dikush është sprovu me magjia, dikush është sprovu me, për shemu, me veprimtari ndryshme. Apo, e kështë me ra. Si cëllin sprovën e vetë. Tani, përgjigja e para është, Allahu të përgjigjet. Cila është përgjigja? Përgjigja është se nuk të bartë në bela tjetër. Se mundet me të bëhet bela tjetër. Ajo tjetra është ma e ramë për tyje. E të lenë që ta. A ne mos me ndo se Zotit. Fjallë Allahut, inni qarib, ujibu. Kanë thonë disa dietar, ujibu, esma'u. Arab të përdorin, për shemë, njëni i thue, Arabi i thot, një Arabi, ta kuptojnë. I thot, ma banë këtë mesele, thot, e do gjoha, u kry, u përgjigja në kuptimin. Për shemë neve në namaz farë themi, Semi Allahu limen hamide. Semi Allahu limen hamide. Djetarët në shpjegimin e kësaj fjale kanë thonë, bukfalisht është e dëgjon Allahu atë çka e falenderon. Ti
Ngritesh për rukujt, semi Allahu limen hamida. Çu ka ardhur sunet pejgamberi sa? Apo çka i do thon? Allahu e ka dëgju atë çka i ka shpreh falënderime, apo? Dietar kanë thonë i përgjigjet. Pse ka thonë i përgjigjet? Se ai s'ka të ka dëgju dhe tu ka përgjigj. E çish tu ka përgjigj? Tu ka përgjigj kuptimin, tash e di unë çka vjen me ti. Kjo është kuptim. Andaj xhevabi i parë, ka thonë dietarët, është se nuk e zhvendos në bela tjetër. Dhe kjo është përgjigje. Dhe kjo është përgjigje. E dyta prej xhevabeve kanë thonë ky ajet është i kushzuar. Është i kushzuar. Ky xhevab është i dopt. Para se me e kallzu, është i dobët, por dietarët kanë përmend. Dhe prej amanetit dhe zërë të ilmit është mi përmend fjalë të ulemarë. Apo mund është me e përmend një fjalë në e dopt. Shejkhul Islam dhe me i përmend këtë mendim dhe do këtë që janë dopta, veç që kjo ka. Shejkhul Islam dhe me kanë jarë përmend për shembull Abu Hasan al-Ash'ariun thot e ka shkruar një libër me qalat islamiyin, edhe ka përmendur aty këtë mendimet e grupeve në Islam, apo edhe në fund e lavdron këtë libër thot veç këtu fjala sahabe nuk ekziston hiç. Nuk ka problem. Kjo fjalë, ky libër është tamam këtu, fjala sahabeve në çkëtë meselë hiç, në çkëtë libër hiç nuk ekziston. Apo? Andaj neve kur themi se ashtu ka marrë disa dietar, kështu e kanë pa ata. Që nuk do të thonë se është e saktë. Ky mendim që Allah përmend tash është i dobët për dietarët e përmendur në tefsirin e këtij ajeti, kanë thënë hadhihi al-aya muqayyadatun bi mashi'atillah. Ky ajet është i kushzuar me dëshirën e Allahut. Pra, ata thonë kështu. Ajeti kuptohet kështu. Unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai të më lutet nëse unë e dëshiroj. Nëse unë e dëshiroj. Mirë po këtë djetarët e lisonetit shumë prej tëre nuk e kanë pranuar dhe Ibn Qayyim el-Jawziyja ka bërë një demandë rreth kësaj. Kuptimi përgjigja e tretë. Pse nuk i përgjigjet apo pse i duket robit se nuk i ka përgjigj Allahu subhanahu wa taala? Kanë thënë dietarët, fjala Allahut unë i përgjigjem lutësit, është në kuptimin, unë e shpërblej herë do kur do për këtë lutje. Kanë dhënë dietar kështu. El muradu bid du'a huna du'a'u al-ibadi rabbahum an yataqabbala minhum a'malahum wa yuthibahum ala ta'atihim. Kjo, ti lutesh Zoti xhelal i lutesh, edhe thu ende s'mu ka realizu përmbajtja e lutjes. Pra kërkesa e lutjes. Kanë thënë dietar, tu ka plotësua. Çish tu ka plotësua? Ka thonë, nuk ka nivel më të nalë se sa ti me të ngrit nivelin e lutjes. Pra, me fjallë të thjeshta. Ata thonë, djetarë kështu, fakti që Allah ta ka mundcu mu lut, Allah do të përgjigja. A ka ma nalë se mu të përgjigjën me ta mundcu ti mu lut? E ti ta është përgjigjet së mundesh me paramendu qëfar janë të mijat. Kështu e kanë komentu dhe. Pra, fakti që ta mundcova me ba ibadet dhe mu lut, është përgjigje. Pse? Sepse kanë thonë djetarë, shpërblimi më i madh këtë dunja është Allah me të ba adhuru si tina. A është kjo? E kuptohet dhe kjo është. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith, në gazetin Imam Ahmedi, ad-du'a huwa al-ibada. Apo ad-du'a mukhul ibada. Lutja është ibadeti. Apo lutja është ajka, apo palca e ibadetit. Përgjigja e katërt, vëllezër, kanë thonë dietarët, i përgjigjem lutjes së lutësit me kusht. Nëse ai i plotson kushtet. Cilat janë kushtet, vëllezër? Cilat janë kushtet? Kanë thënë dietar, për shembull, mos të jetë lutjen e tina, mos të ketë zullum. Çish i bie zullum, për shembull? Janë i thotë, o Zot, banëm pejgamber. Edhe që 50 vjet jam të lut. Edhe 5000 mu lut. Zban. Andaj jot mu lut me diçka e cila është ta'addi lil hudud, ka thënë dietar, me të kalue kufirin. Apo ekstremal. Ka mundsi njëri thot, o Zot, për shembull, lutet diçka, mirë, po në këtë përmbajtjen e lutjes ka zullum ndaj dikujt. Çu janë, o Zot, theja qafën filane. Nuk mundet me ia thi sa herë që ti të ka prish lukthi. Se je si njerëz pa qafë. Apo dikush thot mos u shtisë pa doa kundër ti. O ban gjithë ditën, se Allah nuk e pranon pa drejtën. Apo sa kështu mundohet me të friksu. Nuk do të më friksua edhe. A di çka do të më friksua? Gjunaheve tona. Nëse ti je gjunaçar më katar, pa u lut kërkosh bunesh me thi qafën. A nëse ti je i devotshëm, e di se ke ikur kujt hak, se ke ofendu kërkan, se ke përdhos kërkan, se ke cënu kërkan. A dikush thot unë lut na kundër ti, lutë. Kanë thënë dietar, lutja e prindit, nanës, babës,
kundër e vladit nuk pranohet nëse ato nuk janë devotshëm. Marrë me këta. Shumë për njerëzve, për shembull, hutohen. Mama unë e bëj dua, prindi ban dua. Jo, doaja nuk i pranohet si cili. Më kanë që ashtu i shkan punë e lejtë. Atër thuj në nëstanë të bëjë doa që të zullumqarin të i bëjë copa. Në lirojo, apo nësë ti shkan ashtu qatë shpejt, për dikush e kështu e përfiturë. Si të lutë në one, ajo, do mund, mini herë që ty, po lutë o vaj disa zullumqarë ka dunjajnë e tinale. Po nuk ka ashtu dhe zërë. Nuk ka kushte. Që dhe mund ka kushte? Ka shumë një grumbull të kushteve. Apo, prej kushteve kanë dhanë, për shembull, pra e para, mos më kanë zullum ta. E dyta, kanë dhanë lutësi mos me pas defekt në vetën e vet. Çish është defekt në vetën e vet? Për shembull, lutët ndërsa e ka veshën haram, e ka bukën haram, apo e ka uzurpu njënit tokën, thot, o zot ruma begatin, Allah shtoje. Jo nuk e shtonaj. Nuk mund me ta ashtu se e ka uzurpu tokën e dikujna. Dietarët e muslimanëve kanë diskutuar dhe para nuk u ka shkuar. Dhe ka rivajet nga Imam Ahmedi se s'pranohet ai namaz. Nëse njëri e uzurpon një obar, ja uzurpon dikujt, ja plaçkit. Dhe thirr drejka, Allahu akbar. Në tokë të uzurpuar. Dietarët kanë diskutuar çka namaz, a pranohet ajo? Ka transmetim nga imam ka mos pranohet. Dhe më përsëritaj, me dalë asaj toke, dhe një tokë tjetër e cila nuk është e dikujna. Pse? Po nuk mundesh ti me hin shtëpi dikujna me thon prit, apo me të hin hajduti me thon prit një atë falë mësoni ti marteshat. Nuk mundesh të vëzë. Andaj, që ka thonë bëjësan? Buka haram, pija haram, veshja haram. Ku mund të përgjigj ty? Ku mund të përgjigj? Për ti hapej kamatës, hapej prej gjërave të liga. Pra ti je formu mish edhe damar me haram. Ku mund të përgjigj? Andaj kanë thënë dietarët, ujibu da'wat ad-da'i idha stawfa ash-shurut. I përgjigjet Allahu lutësit kur ai i plotson e kushtet. Disa prej dietarëve kanë thënë ujibu da'wat ad-da'i, pra përgjigja e pestë, kanë thënë i përgjigjem lutësit besimtar. Këtu besimtarve zërë është mu'min, jo muslim. Mu'min, ujibu da'wat al-mu'min. Besimtar që të më dhënë vezër, a i cili ka realizu imanin për jashtë dhe për mbrenda. Apo? Dhe më dhënë, shkalla e muslimanit dhe shkalla minimale, shkalla e besimtarit dhe shkalla e dytë, dhe shkalla e tretë dhe shkalla e a i cili o musliman besimtar bamirës. Apo? Bamirës. Në kuptimin sigur është duke pa Allahu xhelel xhelal. Ka thënë se dietar, Allahu nuk i përgjigje pos atij i cili është çfarë? Është besimtar. Pra e ka imanin e fort. Gjithashtu kanë thënë dietarët prej pengesave që përgjigjet Allahu te bareke ve teala është që njeriu të lutet mendon levërdi a është e kundërta. E Allahu nga rahmeti si përgjigjet. Qysh për shembull? Njani thot, o Zot, hekma këtë fukar Allah. 20 vjet lutë. A ki pati se një, së nga u hekma këtë fukar Allah kur? Qështë të thënë? Pse dhe zë? Po ki sikur, dhe mon, a me ndorë, Allahu ka kudret, ti pa e thonë fjallë, ish pa e nëzirë, ha, këjën ku ta e, a i ta bje zëngëllëke, pa i zdo me ta pruhe. E ti mundoju me kujtu pëse se të ta pru. Apo, vallaj, një zëngin mu dash me ba fukara, që Allah e ka shkit mu kanë zëngin, a i së mbahet. Kini pati se një pari u shkon pas. Pas u shkon, pas. Njani për shembull 10 dyqane i qel, hiç kafitin, kur? Çashtu i ndodh, i pa për recet shumë. Njani për shembull një dyqan të vogël e qel, çati i vjen për recet. Pse? Sepse Allahu e din, na nuk e dinë Allah. Na nuk e dinë. Andaj kanë dietar, një prej pengesave është që ti mu lut diçka, ti mendon se çashtu duhet, por nuk ka çashtu. Apo njani për shembull thot banëm xhengin, njani thot banëm kështu, kështu më radh, nuk ta mundson Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe zërë, kjo është për pengesë që kam përmend dietarët. Për pengesa e 7, kuptimi i 7, pse Allahu nuk përgjigjet, kanë thënë dietarët se fjala i përgjigjem këtu është e kam dëgjuar. Pra, ejab apo ujibu ay asma'u. Për shembull, fjala Allahu xhelel xhelalu un jam afër i përgjigjem, pra e dëgjoj. E si kuptohet kjo vëllazër? Të mjafton ty që Zoti e ka nije. Ka dëgjuar lutjen tënde. Kjo vëllazër më të rahatua. Pavarësisht çdo belaj vëllazër. Pavarësisht çfarë sebepi ki mor, mos harroni sen. Allahu atë pa çka ciklet çka e kije. Shumë për njerëzve ju ik kjo vëllazër. Ri dikush, jo, ju thon, mu kanë ngushtuar këtë dunjaja, në rregull. Ama ti tu kanë ngushtuar aty natë që ngushtohet.
Allahu aty të pa çfarë sikleti je. Edhe kur ti ban dua, edhe ti kur ban lutje, edhe kur marr sebet, edhe kur falesh, aja atë pa mirë. E pse nuk ka të përgjigj tash? Aja i dishëm. Andaj kanë dietarët, esma'u da'wat ad-da'i. E dëgjoj lutjen e ku o vlera nëse përkthehet me e dëgjoj? Kanë thënë se me dëgju Allahu mjafton. Një mik i joti, ne kemi përmendur, një mik i joti, një dost i joti, zengin, besnik, fisnik, bujar, zemërma. Edhe nuk e di se ke pas siklet. O ti e marrë me shaj. E marrë me shaj. Thot, e kum, veç thot, e di, e mora veç farë sikleti pas ke pas. E ki pa rahatosh. U ta anë se ki, tash, ki e di, ki s'ka menet rahat pa mësos mu. Nëse kjo vëzë ndodh njëri me njëri, kuna njëri të mund me tabiat mirë, me karakter të madh, e kështë mëra zemërgjan, veç mi kalzua, po veç mi shku ati lajmi, a i shërri rahat dërsa të të nimoje. Po a i cili ka këtë univers ndorë, vëzër? Andaj, e ka dëgju kuptimin, u ka krye. Allahu te bareke ve teala e i përgjigjet. Pengesa apo komenti, interpretimi 8, kanë thënë dietarët, është se kuptimi i përgjigjem është e tubu. Min at-tauba. Çfarë kuptimi dhe ka kjo? Kanë thënë dietarët, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, i përgjigjem lutjes së lutit kur ai lutet, kanë thënë ja pranoj pendimin. Pse e kanë komentuar kështu? Kanë thonë se përgjigja më e madhe e Zotit në këtë dunja është me e pranu një njeri të vetja e tina si i penduar. Apo? Thumme taba Allahu alejhim. Allahu gjelua shpeshe përmen për sahabët, Allahu ja u pranoj tobën atyre. Qëfar tobë dhe që ka pranoj? Pas Allahu gjelua thot ja pranoj tobën Ademit. Pse e pranoj tobën Ademit? Sepse tobja e Zotit dhe zër është me të këthia Allahu ka vetja. Tabe, Allah e ka një emër Tawwab, pendim pranues. Çka do të thonë tabe? Kthehet ka ti. Edhe ti kthehesh ka ai. Që ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kur njëri drejtohet namaz, Allahu drejtohet ka ai. Allah mos pështyje, mos ta çojë kryen dërma, mos lëvize, sepse Zoti xhelel xhelalu në disa transmetime i thot, ai ti këshilli kanë më të mirë se ona. Apo? Kjo dhe nëse prej etikës me një njeri kur të rish, apo nuk është për shembull ti ke dalë pezona në kafe me dikan, edhe ti ke dalë me ta me shkira anash, apo ti të përdhos ata, apo shumë bëjë s'kan etikë, apo ta jap dorën kështu të këshir, kështu të fol, don njerëz pa etikë, pa karaktere. Nëse kjo është, për shembull, nëse kjo është kon shumë e ligë, po me Zotin, keni po disa njerëz lidhët namaz, krijen të rma, krijen të poshtë, lëviz, çka. Andaj dhe namazi ka etikë e kështu më radhë. Andaj kanë thënë dietarët, përgjigja në këtë ajet është taubeja. Pra Allahu thot ujibu da'wat ad-da'i. Tu kum drejtu tyje. Pra veç fakti që jam të morë me tyje, kjo është e madhe.